Hej, përshëndetje, emri im plotëson Duena, shkurt Andu. Unë jam me projektin e Kin 3 përmes një audicioni, për audicionin u pranova dhe pata fallin të zgjidhesha si aktoreja e Irisit. Unë jam aktualisht studente mjekësie, sapo e mbarova. Merrem me projekte të ndryshme artistike, qoftë filmike, qoftë pjesën e marketingut. Kam një jetë shumë të pasur në pjesën e anës artistike dhe jam shumë e lumtur që arrita të fus edhe Irisin tek kjo anë e imja që më kaq të lumtur. Fillimisht kur marrë skenarin, më tha që do kisha rolin e Leas dhe kam lexuar herët e para me idenë që kam qenë Lea. Edhe pse më shumë atëherë më tërhoqi Irisi dhe kur kemi ardhur për të bërë provën e parë dhe leximin e parë të skenarit, mora vesh që unë do kisha rolin e Irisit dhe isha vajza më e lumtur në botë. Ka pëlqyer shumë si personazh, më pëlqente shumë sa e balancuar ishte si personazh krahasuar me dikot të tjera, marrëdhënia që kishte krijuar me ato të dyja. Dhe ishte tamam personazhi që më tërhoqi që herën e parë dhe isha shumë e lumtur kur arrita që të përfundoj me të. Mendoj që ka qenë momenti i parë që ne kemi bërë prova tek shtëpia me vajzat. Mendoj që merrte shumë natyrali pjesa e Irisit në ato momente. Kur kemi bërë provat e skenarit, mendoj që kam pasur pak atë tërheqjen, sa do nuk e lash veten të lirë të isha plotësisht Irisi, po momentet që ne vajtëm në shtëpia e vajzave, pam setupin, pam skenën, pam si do ishim ne me njëra tjetrën në skena të ndryshme, aty mendoj që arrita të bëjmë Irisi. Mezi pres ta shikoj si do shkoj. Kush e di, ai bie në dashuri? Ja bie aku aventurier brenda kësaj. Jo, shkove larg. Ka pasur një skenë që unë i them Rozës, ti je çmendur, si pranove të bësh gruaja e ti me pagesë. Kam pasur shumë siklet si do e thosha atë rreshtin dhe sa e kam bërë në prova krinxhollosesha me vete se po duket sikur nuk e bëja si duhet. Dhe atë kam pasur më shumë frikta dhe më shumë siklet ta bëja më shumë si duhet. Ti je çmendur. Si pranove një herë që të bësh gruaja ti me pagesë? E çmendur. Ja. Stop. Momenti pasi gocat kanë skenën e tyre emocionale, unë u preka shumë kur u bëja skena. Edhe momenti në fund fare që kameras stop rolling, çdo gjë mbaroi, ne mbyllëm skenën edhe u përqafuam në fund të treja. Prit pa, Korza, na shpjego çka ka ndodhur. Fol! Unë i thash Elena. Kush dreshin është Elena? Ishte dashura Antonit. Ishte dashura ndryshe nga sa do dohet ti të na tregoja. Se loti që ti do. Shumë e mirë, jam shumë e fat që kemi qelluar ne të treja për këtë rolin. Regjizori nuk është dakord, okej. Jam shumë e fat. Me Lean qelluam që t'i kishim edhe shoqërit përbashkëm përpara dhe çuditërisht nuk kishim takuar kurrë, na solli Homeland dhe Kin 3 të takoheshim, it was meant to be. Me Rozën, fatmirësisht we got to meet këtu edhe jam shumë e lumtur me gocat, janë super të talentuara të dyja, jam habitur, jam lumtuar shumë me performancën e tyre dhe isha shumë e lumtur që mund ta ndeja skenën edhe ekranin me to. Kështu që I'm very lucky for them. Tani, me qenë se ulën shpatat, a mund të flasim për atë tipin që dje në darkë, se plasa, më këtu e kam, dhe në ndër më doli. Me të dyja kam kryer marrëdhënie shumë të mirë. Mendoj që ndoshta pak fare më shumë me Lean, me Gedin, për vetë faktin që ne jemi moshatare, kemi shoqërinë përbashkët, kemi backgroundin pak a shumë një lloj dhe kemi rastisur që jemi të dyja më shumë kontakt me njëra tjetrën, po që dhe Roza nuk mbetet pas, e adhuroj si person, është super talentuar, kështu që thjesht pak fare më shumë ndoshta Gedi për shkak të moshës. Apo këtë. Një lloj. Jo, më nuk janë një lloj, shikoj se kam dalë. Shikoj këtu. Parën. Këtë apo këtë? Parën një lloj janë. Sigur? Shikoj edhe një herë. Unë nuk e kam pritur që të ishte aq shumë reagimet aq shumë pozitiv, dhe sa janë ndër episodet e para. Ka pasur komente që në episodin e parë që shpjegonin skenarin, dhe bënin reply njëri tjetrit, edhe kam qenë super surprizuar që njerëzit e kapën aq shpejt edhe përqyrën aq shpejt. Edhe sa herë hidhe një episod, sa herë hidhe një TikTok ose një Reels për të, shikoj sa shumë reagime kishte dhe abitesh sa ka shumë njerëz që kanë parë aktorin tim. Është qenë shumë surprizuar. Dhe prisja që do ditë mirë, po nga një anë nga të isha gati për aq shumë reagime. Ka qenë prap një koment që nuk është bërë fare mua, po është bërë në episodin e parë fare. Ishte hedhur një Reels e një skene të Leas, Irisit të Rozës në Gaboj.
Dhe aktorja e Leas kishte bërë koment të rreshtin e saj tek komente dhe dikush i kishte bërë reply, komenti mu theboj ishte tallesh, dhe dikush i kishte bërë reply dhe kishte shpjeguar skenarin që në episodin e parë dhe kom përqyër super shullu, jam që super e ljotur që njerëzit e kam për skenarin edhe po bëni po komentonin dhe vetë aktore s'ta kulturë që të aktore. Ka që shumë pani, ajo pa ngelor në mëndje. Kolegët e punës e kam parë, edhe kanë qenë gjithë kohës ardit e episodi, ma ti donin spoilers dhe kam që shumë e keqe nuk u kam thënë fare spoilers për episodet e tjera. Por që kolegët e punës kanë qenë shumë supportues. Edhe tek bizneset që u shkoja zakonisht, qoftë tek supermarketet zakonisht që u shkoja, një nga bazët aty që më shite çdo ditë, më ndalon një ditë dhe më thotë, më falë më si që aktore e Kim Teneshit. Edhe aty ka qenë shumë surprizuese që më datoj. Unë nuk e kam idenë që të bësh ndryshe, po whatever. Le t'ja prendojmë njëra tjetrës se të paktën këtu të jemi të vërteta. Tani le të kthehemi te drama e vërtetë dhe pak më interesante. Më fale, po tramat e tua me varfërinë i kemi stër dëgjuar, edhe jam shumë e lumtur që të nisësh një punë të re. Të njëjtën punë që ke bërë deri tani duke reklamuar jetën e shtrenjtë. Kjo është gjë shumë funny, po fakti që ne nuk kanim dot me skenave. Edhe ato ditët ishte shumë kështu bonding time, fakti që ne nuk hanim dot për orë të tëra gjatë gjithë ditës, dhe në fund fare mblidheshim gjithë bashkë dhe konsumonim atë vaktën së bashku, por që sado ishte çike vështirë ku bënte stomaku zhurma dhe na thoshte agenti audios i kujt është ky. Po ishte shumë që pastaj në fund kur gjithë mblidheshim edhe kuptonim që kishte mbaruar dita, edhe we were done. Ne kthehemi jetës vërtet. Po pse e prishe, lëre të bëjë plani. Më fal për zotin. Do ta bësh prapë vetëm për këtë tani. Më fal. Marrëdhënie profesionale, gosat janë lidhur shumë me njëra tjetrën, qoftë Roza me Getin, Roza me Lean, Roza me Antonin ka pasur marrëdhënie shumë të mirë, Roza me Silvanin ka pasur marrëdhënie shumë të mirë. Mendoj që kemi qelluar me vërtet një cast shumë i mirë me njëri tjetrin, ne kemi kaluar goxha bukur. Marrëdhënie me Blerin, unë mendoj që Bleri ka qenë një aktor super i përkushtuar për pjesën e filmit, ka qenë mendoj një person më të përkushtuar aty, super i dhënë pas skenarit, shumë profesional në marrëdhënien dhe në skenat tona me njëra tjetrën, nuk më ka bërë të ndjem ndonjëherë në në momentin që ne xhironim. Për sa i përket marrëdhënies me Jorisit, unë nuk e kam aprovuar shumë flirtimin e tij me Jorisin, sepse mendoja që Jorisi do ishte pak vajzë më e fortë se sa Bleri. Po që overall e kam shijuar shumë çdo skenë. Antoni ka qenë shumë surprizues në jetën reale, nuk e prisja të tillën thënë. Elena ka qenë super fantastike, edhe pse kishim shumë pak skena me njëra tjetrën prezente, prap e kam shijuar shumë prezencën e saj. Lea? Ku është? Kush? Pas të doli njëri aty. Fal. Lea pra ishte, seriozisht. Unë e bëjnë edhe një, hajde. Stop. Kthyer goca shkret. Tani duke qenë se Jorisin e kemi pak workaholic edhe vajzë shumë ambicioze që do të dali vetë ballë jetës me meritat e veta. Mendoj që do i përshtatet shumë një natyrë që është po aq ambicioz sa ajo, që punon po aq fort sa ajo, edhe goxha respektues dhe do doja shumë që të ishte dikush që i shkon nga mbrapa Jorisit dhe jo e kundërta. Për pjesën e përbashkët, mendoj fakti që unë dua të bëj gjërat, të krijoj vetë emrin tim dhe punoj fort për gjërat që dua dhe kam këtë pjesën e ambicjes edhe punës pa lodhur që ka dhe Jorisi. Nga ana tjetër, një gjë që nuk është më përshtatet shumë dhe nuk është pak e kundërt me mua është marrëdhënia pak kunjagjesh që kam me shoqet e dhomës. Mendoj që jam pak më genuine me personat që kam rreth vetes dhe nuk kam shef t'i vënë në lojë aq sa, nuk e shijoj aq shumë dramën sa që shijon Jorisi. Rozo, bësh shumë melankolike tani. Ti e di që s'më pëlqen. Ambicioze për të dyja ne. Pak drama loving për Jorisin. Çikse shumë komediane për Jorisin. Ndërsa unë do e konsideroj veten pak më shumë të rezervuar dhe ndoshta pak më shumë të tërhequr. Kemi dhe pozitivitetin të dyja të përbashkët që na karakterizon. Dhe I don't know, mendoj që unë jam pak më e hallakatur në jetë se Jorisi me gjithë gjërat që bëj. Mendoj që ajo është pak më shumë profesionale se sa unë.
Mendoj që jam shumë e shpërndarë në pasionet e mia. Unë jam me mendimin që në jetë nuk duhet të ketë pendesa, nuk duhet të lënë të kthesh kokën pas edhe të harxhosh shumë kohë me to, kështu që nuk është se kam pendesa për jetën time. Mendoj që çfarëdo zgjedhje që e kam bërë ka qenë e dura për atë moment, kështu që nuk besoj që ka. Mendoj që jam shumë e lumtur që ato zgjedhje që kam bërë më kanë sjellë këtu ku jam sot, para kamerës, duke folur për Irisin. Mendoj që tani jam lidhur akoma më fort me Irisin, pasi kemi mbyllur gjithë gjën, dhe mendoj që do ishte më natyrale në aktrim. Sa herë shikoja në një skenë, e shikoja se çfarë do të kisha bërë pak më ndryshe, ku do të kisha rregulluar pak më shumë. Në pjesën e marrëdhënieve me vajzat, mendoj që ka ca skena që mund të kisha aktruar më mirë në ato momente. Tani që e kam parë si reflektoj në kamera, di si do i ndryshoja më vonë. Skena që kam pasur pak më siklet të aktroja për shkak natyrës e zëvuar që jam unë, që ka qenë ajo me shigjetarin që janë shumë të mirë në krevat. Ndihmonte fakti që ishte ditëlindja ime ajo aty, po prap mendoj që ka qenë çik siklet, ta shikoja veten ashtu. Çfarë shenjë është? 22 nëntor? Shigjetar. A tani pse bëni kot? Shigjetarët janë shumë të mirë në krevat. Aventurier, dashur lirin, ndërsa në lidhje janë shumë romantike dhe besnik. Ta bien shumë shpesh në dashuri dhe është shumë lehtë. Ndërsa për në krevat, ose përsëris veten. Bleri. Do thea Gedi, sepse vë më morë me mua. Silvana. Roza. Lea. Antoni. Bleri. Aha, Lea. Lea ka qenë surprizë për gjithë dhe ka qenë një aktrim fenomenal. I love her. Unë dhe Lea kemi video duke qeshur shumë herë. Tani duke shumë kështu, por prap Lea. Mendoj që ka qenë surprizë shumë e bukur. Në fillim kam qenë super anksioze, super e nervozuar, super me frikë, domethënë kam vetë duke u dridhur në xhirime. Se kam pasur shumë frikë si do e bëja rolin më shumë se sa si do përcillej. Dhe kur mbaroi pastaj ka qenë një eksperiencë që isha shumë mirënjohëse, kam mësuar shumë, jam kënaqur super shumë, edhe isha shumë e fat me gjithë kastën e stafin që qellova, kështu që qelloi më mirë se sa mund ta imagjinoja unë, that's for sure.